Qytetarë të nderuar, këtu jemi në kryeqytetin e Kosovës te familja Boroci, 4 antar. Kemi ardhur në ndihmu me pak ushqimore, me ndihmën e një motre son, Zarie Qorri, i ndihmuam me pak ushqimore, Allahu e bekohet familjen Qorri. Peshen edhe vetë kjo familje 4 antar jeton në këtë shtëpi, shumë e vjetër kjo shtëpi, ky vllai jon Safeti, ha? Punon me karrocë Rabaxhi në kryeqytetin e Kosovës. Gjendje jote mirë ekonomike, na tash do të mundohemi të bisedojmë me vllon ton Safetin për hallet dhe dertet e kësaj familjes. Ju kisha lutur edhe shoqatës si Timat Ballkanit, por edhe gjitha shoqata peshen edhe vetë shumë vështirë për të jetuar në këtë shtëpi. Përshëndetje Safet. Përshëndetje. Na tregon hallet dhe dertet të juja. Po ato një jetën e përqërova që po në bosës. Jeta është që shtu. Ju punoni me policë Po Rabaxhi. qatë mujtë, që me bota është, ku du të me mujtë familjet që me mujtë. Me ndihmë sociale? Në s'kemi. Pse? Na kam të prejtë, në kam të prejtë. Janë rritë fëmijë, ha? Vllai nderuar, drejtori donator çfarë kërkon? Po, pak ushqimore, vesh botje, qatë mujtë. Edhe po lejtë që se ka mundësi mirë është. Apo mund një adar me qira këtë? Po, s'mëresh, veç rrimën me pagune të retësh, ajo me pagune si. A ka ndihmu deri më tash për do një shoqat? Po, na i shok, na i Shoqata tjera. shoqata tjera, shoqata. Vllai nderuar, a vazhdojmë i marrim i pak ushqimore. Vazhdojmë. Allahu e bekoft familjen Qorri, Allahu e nderoft motrën ton, Zarie Qorrin, që i gëzoi këtë familje 4 antar, këtë mujt çaj mshirës, këtë mujt Ramazanit. Hajde, bismillah.